Mirë se erdhët përsëri në Rezen ton, tani kam një kënaqësi të prezantoj me dy motra. Në fakt, njërën prej tyre kemi patur shpesher mikesh të emisionit ton, teksa flet për çështje të ndryshme si psikologe apo si life coach, trajnere jete për udhëzimin dhe udhëtimin e jetës ton, ndërsa sot Bona Majkli na sjell dhe motrën e saj nga Amerika, motrën e saj identike binjake. Do të kuptojmë diçka më tepër për marrëdhënien e tyre dhe faktin që të dyja, pavarësisht se i ndanë oqeani, kanë një lidhje të veçantë shpirtërore dhe emocionale. Ju prezantoj me Bruni Keller. Mirë se erdhe Bruni dhe Bona Majkli, dy motrat identike që sot janë veshur pothuajse dhe njësoj me ngjyrën. Faleminderit shumë për prezencën tuaj. Bruni vjen në Tiranë, këto kohë të kam parë që vjen edhe pjesë e medias ke qenë, po të fut pak Bona këtë pjesë duke qenë se Bona është një person shumë aktiv në media. Si e shef tani veten dhe Bonën kur vjen këtu në Shqipëri që shpesher pjesë e shumë paneleve televizive? Më thej që më ka bërë shumë përshtypje se nuk pori dot me motrën për shkak të telefonatave nëpër panele. Po, në fakt është e vërtet. Unë kam thjesht 2 ditë që kam ardhur dhe në këto 2 ditë unë kam parë Bonën që është shumë e zënë. Për çfarë i duan kaq shumë Bonën? Unë mendoj që do t'i lëm Brunit sot të flasim. Unë mendoj që Bona ka një personalitet shumë të bukur, domethënë është shumë rezatuese, mendoj, është shumë e dashur, është energji e mirë, është pozitive. Po, patjetër. Bona, ma emocionuat. Tani ju të dyja, motra të lidhura shpirtërisht patjetër, keni dhe ngjashmërinë identike fizike. Si është që të ngjajë dikush kaq shumë, Bona? E të kesh tamam si një pikë referimi. Për mua vjen shumë natyrshëm, sepse që në momentin që ne kemi lindur, ne kemi qenë gjithmonë bashkë. Dhe më vjen shumë natyrshëm marrëdhënia që kam me motrën time, me Brunin që është një marrëdhënie tepër veçantë që në fakt nuk i ngjan vetëm 2 motrave, por 2 binjakeve që kanë shumë ndjesira të njëjta. Keni kështu dhe ndjesi emocionale kur keni një siklet emocionale, ndjen dhe tjetra? Ekziston kjo lidhja kaq e fuqishme emocionale? Po, patjetër, ka raste kur unë i dëgjoj zërin Bonës kur flasin, telefonat, dhe unë e kuptoj që ajo ka diçka, edhe patjetër, por është edhe një ndjenjë që është një ndjenjë që jo shumë veta e kuptojnë për këtë marrëdhënien që ekziston midis 2 binjakeve. Është e njëjta edhe tipi juaj, për shembull, keni të njëjtin karakter apo ndryshoni të rësisht? Do të thotë se ti je motër binjake, të kesh dhe karakter të njëjtë, ajo përveç se tipareve fizike dhe lidhjes së fortë emocionale, ekziston ngjashmëri? Tani varet perceptimi që kemi për njëra tjetrën, por unë mendoj që ne jemi ndryshe në fakt. Jemi ndryshe. Për shembull, kush është më emocionale, më e drejtë për drejtë, më tolerante për shembull? Bruni apo Bona? Unë mendoj që unë jam, ndoshta se, po e them këtë jo, po mendoj se unë jam ndoshta pak më tolerante, dhe po kjo është më tepër nga mënyra se si e trajtojmë njëra tjetrën. Mos e ke nga që je pak minuta më madhe? Ndoshta. Sa minuta më madhe je, Bruni? Unë jam 5 minuta më madhe. Ose se mora prakisht informacion. 5 minuta më madhe. 5 minuta më madhe dhe në fakt mami nuk e dinte që priste 2 binjake. Ajo mendonte se priste vetëm një. Dhe kur dhe gjyshja jonë, domethënë, kishte përgatitur ato, domethënë, veshjet vetëm për një bebë. Për këtë ta kish menduar, va. Në fakt, për të vazhduar historinë, edhe kur doli Bruni në jetë, mami ishte shumë e lumtur, por doktorit a prit, se s'kemi mbaruar. A nuk e dinte derisa lindi? Derisa lindi, jo, nuk e di, jo, nuk ja kishin thënë. Prit se po vjen dhe Bona. Kjo do të thotë se disa vite përpara ka ndodhur, domethënë edhe mosha jo. Domethënë
Nuk ishin bërë gjë gati edhe për ty dhe për emrin. Absolutisht jo. Do me thënë, veshjet që ishin bërë vetëm për një bebe. Si mund të ndodhte? Dhe mund të ndodhte, doli dhe Bona në jetë. Ndërkohë të dyja keni qenë brune, edhe ti Bona kur ke lindur. Patjetër, po. Vonë je bërbjonte që je përfaqësuar. Nuk e di nëse kam sjellë dhe një foto që kemi qenë të dyja brune. Të dyja brune, po. Ndërkohë, njëra jeton në Amerikë, Bona është rikthyer se ka jetuar në Amerikë, ke gati 10 vite që jeton këtu në Shqipëri. Pavarësisht se ju ndan një oqean i tërë, marrëdhënia mes ju të dyjave është kaq e fuqishme, sa keni dhe pothuajse të njëjtat pasione, kam përshtypjen. Pasioni për violinën, duke qenë se Bruni është aty mësuese violine, jep mësim te 60 nxënës që i ka të përhershëm për t'i mësuar dhe t'i trashëguar brez pas brezi këtë pasion. Si ka lindur? Kush ju ka shtyrë të studioni violinën? Dhe a keni patur shumë qeftë që të dyja, apo njëra më shumë tjetra më pak? Po, dëshira ka filluar nga mami jonë. Dhe më thënë, mami jonë ka qenë ajo, dëshira filloi nga ajo dhe ne kemi filluar të studiojmë violinën në moshën 6 vjeçare. Dhe të dyja kemi qenë gjithë shkollën fillore dhe në vazhdim. Keni vazhduar, keni studiuar për violinë. Për violinë, por dhe të shtoj gjithashtu që në fakt ka qenë jo vetëm mami, por ka qenë edhe gjyshi. Gjyshi, sepse gjyshi ka qenë bariton në teatrin e operas dhe baletit në atë kohë. Dhe keni të trashëguar këtë talent. Dhe ai dëshironte shumë që me qenë se nuk vajza e vetë nuk e trashëgoi të qenurit një artiste, e inkurajoi mamin ton që të paktën 2 vajzat binjake të bëheshin violiniste. Kështu që filloi udhëtimi jonë kemi qenë shumë të vogla, kemi qenë prematur. Unë gjithmonë e tregoj këtë historinë pak sfiduese, po edhe shumë të bukur, sepse mbaj mend që kur ishim 6 vjeç, që kemi filluar violinën, violina jonë ishte shumë e vogël në krahasim me një violinë me mas 1 çerek, pra 1/4. Violina jonë dukeshe si një lodër, dhe mbaj mend që mësuesja jonë na tha që ju nuk keni për të bërë asnjëherë violiniste, për shkak sepse gishti nuk shkonte dot, pra kur vendoseshe dora në violinë. Ishte disa karakteristika dhe tipare që duhet të plotësonte. Dhe ja ku jemi sot. Dhe ja ku jeni duke bërë dhe video në Amerikë të dyja. Njëra me fustan të kuq, tjetra me fustan të zi, për të bërë disa duete të lezetshme që u i përcilën edhe në rrjetet sociale, edhe ju bashkon violina, përveç se malli dhe dashuria për njëra tjetrën, dhe ky instrument i bukur, njëra që e vazhdon si mësuese violine për breza të tërë në Amerikë. Sa vite ke Bruni që jep mësim aty? Unë kam gati 9 vite që jap mësim në një shkollë private në Milwaukee, Wisconsin. Dhe është një punë që unë e dashuroj, sepse është ditë për ditë që shkoj në punë, ti krijon art nëpërmjet fëmijëve që fillojnë nga zeroja në një instrument dhe brenda 3 muajsh ato janë në gjendje që ti bien. Po, dhe këtë përshërim dhe zysh Brunin, që është duke luajtur në një pjesë në violin, ku ndodhesh këtu? Këtu ndodhem në downtown në Milwaukee, në qendrën kryesore në Milwaukee, aty ku jetoj, dhe më pëlqen shumë që të performoj, edhe pse është, domethënë, puna më zë një kohë shumë të madhe mësimdhënie, por që kur kam kohë, domethënë më pëlqen shumë që ti është një qetësi që violina më jep kur i bie. Bona, nëse të ta përshkruaje Brunin ose Bruni Bonën me një tingull të violinës, çfarë note mund ta propozoje? Këta bëj pak metaforike tani me qenë se ishim te bota e violinës. Në fakt bota e violinës janë, domethënë mendoj për 4 telat e violinës, mi, la, re, sol, edhe po ti shikosh edhe range-i tyre, unë do ta mendoj që Bruni do të ishte nota mi, që është ajo nota që ka më tepër atë bukurinë e violinës që jep ëmbëlsinë, që ka dhe shumë
ka shumë motivim aty tek nota mi, sepse ti mund të shkosh në majat e tingullit, në majat e tingullit, edhe unë normalisht nota mi e mendoj. Po, Bruni, çfarë note do zgjidhje për bonun? Unë mendoj të njëjtën gjë, sepse ti kur dhe i bie violinës dhe shkon në një pozicion më të lartë në violin, të duket sikur ti shpon zemrën e dikujt. Bukur shumë. Tani, meqense jeni këtu, jemi në ekran dhe patjetër që ju komunikoni në mënyrë të vazhdueshme për t'i ndarë çdo, le të themi, kënaqësi, çdo problem me njëra tjetrën. Diçka që nuk ja keni thënë kur njëra tjetrës përballë. Mund t'ja thoni tani në studio? Më ke zënë shumë ngusht, por mund të kërkosh falje për diçka, për shembull, që s'e ke kërkuar. Duket se unë thjesht do të thoja, jam shumë falenderuese Perëndis për motrën time të mrekullueshme, edhe për udhëtimin ton së bashku që ne kemi pasur gjatë gjithë këtyre viteve, edhe për mbështetjen tënde, për empatin që ti ke pasur gjithmonë, jo vetëm kur ke mbajtur lotët e mia, por edhe kur je gëzuar me gëzimet dhe sukseset e mia. Shumë e bukur, se jemi dhe në muajin tani të reflektimit, të mbylljes së një viti të tërë, kështu që duhet jemi mirënjohës dhe të reflektojmë për njerëzit që na rrethojnë. Pasioni tjetër juaj është palestra. Sigurisht. Nuk e di se sa orë në javë i dedikoni palestrës. Ka lindur njëkohësisht apo ka qenë Bruni apo bona e para dhe ka tërhequr tjetrën? Mendoj që ka qenë Bruni, po do të mund të thuash historinë tënde. Okej. Po unë kam filluar trajnimin ndoshta 8 vite më përpara dhe është një eksperiencë që më bën të ndihem shumë mirë, jo vetëm nga ana fizike, por sigurisht nga ana mendore dhe të qenurit në një vend tjetër, në një vend kur ndoshta je larg atyre gjërave që ti je më që do më pranë zemrës. Më pranë zemrës. Ndoshta është edhe koha atje që është shumë e ftohtë dhe në një farë mënyre ti duhet të gjesh mënyra që të ekuilibrosh. Dhe një nga këto ka qenë të ushtruar në palestër dhe më pëlqen shumë. Tani, si ekuilibron kohën, se ti edhe nënë e 4 fëmijëve. Dhe jo, nuk është pak. Bona është nënë e 3 fëmijëve dhe shkon për ditë në palestër. Pra, ti ushtrohesh edhe në violin, mëson dhe fëmijët në violin, shkon dhe në palestër, edhe nënë, edhe bashkëshorte e një Amerikani. Po, dëgjoj, fëmijët e mi tani janë të rritur. Vajza ime madhe është 24 vjeç dhe më i vogli është... Edhe sa po është martuar. Po, dhe 18 vjeç është djali i vogël, kështu që ato janë atë jetën e tyre, si të thuash, dhe nuk janë më fëmijë të vegjël që domethënë duhet të jesh konstant në jetën e tyre. Ata jetojnë në shtëpi më vete apo në një shtëpi jetoni vazhdoni jeton? Duke qenë se është ky koncepti 18 vjeç dhe fëmijët jetojnë vetë. Po, 3 nga fëmijët që nuk janë të martuar, sigurisht që janë në familje dhe vajza tjetër që është martuar, ajo ka jetën e saj, vendin e saj ku jeton. Është martuar me një të huaj, me një Po, dhe ajo sigurisht, domethënë kur në Amerikë ka shumë të tërë janë të huaj, si të thuash, sepse të tërë kanë ardhur nga një vend, po që unë jam shumë falenderuese për fëmijët e mi dhe e falenderoj shumë Zotin që më ka dhënë një familje të mrekullueshme. Dhe sigurisht pas suksesit të një familje është patjetër dedikimi që i kushton koha, që i kushton asaj. Tani unë di dhe një histori shumë të bukur. Fillimisht Bruni sjell bashkëshortin në Shqipëri, vi këtu, bona ishte në Shqipëri, dhe aty shfaqet edhe një çun, një djalosh 2 metra i gjatë, me një çantë shpine, që njeh bonun. Është shumë e vërtetë. Pra është njohur fillimisht Bruni me bashkëshortin, me Denin, bashkëshortin amerikan, dhe më pas. Dhe Bruni një ditë më merr në telefon, Bruni ndërkohë ishte shtatzan me vajzën e saj të parë, me Esterin. Më merr në telefon dhe më thot, Bona, të lutem do vish të më ndihmosh pak, sepse sot do na vi një mik nga Amerika, po do qëndroj këtu me ne,
po unë nuk gatuaj dot për shkak se nuk ndihem mirë, mund të vish të më ndihmosh. Ishte thirrja e Zotit. Ishte thirrja, ashtu ka qenë. Dhe të ndoshte, të gatuan të bona dhe të pikërisht, edhe në fakt asgjë Joshua. nuk ishte, sepse edhe Bruni nuk e njihte shokun e Denit që po vinte, edhe ndërkohë patjetër i thash motra do vi të ndihmoj, edhe mbaj mend që bëm një spageti, kështu me pastë spageti, një sallat, një gjë të thjeshtë, dhe mbaj mend që kur Deni me shokun e vet erdhen Joshua, domethënë shoku vet kishte emrin Joshua, po, që tani është bashorti im prej shumë vitesh. Ai kishte një çantë mbi kokën e vet, po ai Joshua është për shembull është diku tek afër 2 metra, edhe ajo çanta aty sipër thashun ç'është ky gjigant që s'kisha parë një personazh të gjatë, domethënë, po që ka qenë pikërisht ku mbara ka qenë motra ime. Po, që të ka njohur me bashorti. Dhe ka qenë ai kliku në ato takim? Ka qenë kliku nga ana e atit për herë të parë, sa që kur mbasi ëngrëm drekën kështu, domethënë mor një portokallë ma hodhi kështu, bona, take the orange. Kështu ka qenë, domethënë, ka qenë. Pra erdhi të qëndronte për pak kohë në Shqipëri dhe qëndroi përgjithmonë këtu. Shumë e vërtetë. Sepse të dy jetoni këtu dhe keni edhe 3 fëmijë, një familje bukur edhe lumtur. Faleminderit shumë. Po, edhe është shumë, unë jam shumë falenderuese edhe unë për familjen time, edhe që gjatë këtij udhëtimi, normalisht unë gjithmonë e them edhe dua të jem shumë e sinqert që në udhëtimet, sidomos edhe në martesë, edhe në familje gjithmonë janë ato uljet edhe ngritjet. Por e bukur është që aty ku ti, pra kur ndodhin edhe sfida, që të gjesh një mënyrë për të ringritur, dhe ajo është suksesi. Një ringritje dhe më e fuqishme. Fund vitin ku e kaloni, me qënë se jemi drejt fundit, në Amerikë këtu, bona do udhëtosh? Unë në fakt nuk do udhëtoj këtë vit, sepse vajzat e mia, 2 vajzat e mia që tashmë jetojnë në Shtetet Bashkuara, në universitet të dyja, ato do vinë të dyja, se mezi po presin të vinë në Shqipëri, sepse i mungon shumë Shqipëria. Bukur. Bruni do jesh aty në Amerikë. Po, sigurisht, ne kemi një familje të madhe atje. Shumë të madhe. Kushërin, kushërin, prindrit, vlezërit, ja 20 veta janë. Dhe kur shkojmë atje bëhet si dasëm, këngë valle me gjithë traditë. Festa të gëzuar, di që Krishtlindjet patjetër që kanë një atmosferë magjike edhe aty. Dhe faleminderit që ndat edhe historinë tuaj këtu në Reze Dielli. Ishte kënaqësi që ju patëm. Faleminderit shumë. Ne ju përshëndesim nga kjo kartolinë e bukur me këtë pamje festive që kishim me motrat Bona dhe Bruni dhe ju urojmë një ditë të bukur. Shihemi nesër me Reze Dielli. Mirupafshim.